Sigurisht bota që ne po jetojmë sot është botë e frikshme. Si mundemi të mbrojmë veten? A kemi ne një gjë në dorë për të bërë? E vetmja gjë që do i thoja brezave që vinë, kontrollon informacionin. Po bëhet diçka aty që ne nuk duhet ta marrim vesh. Kur të mos ketë më punë as për bujkun, çfarë do të bëj biri i Adamit edhe Evës? 2030-ën do kemi më shumë robot se njerëz. Sinqerisht unë nuk shoh ndonjë ndryshim pozitiv. Nisa rrugtimin tim për të zbuluar më shumë dhe për të kërkuar të vërtetën. Shpirtërorja është shumë e bukur, mistika është shumë tërheqëse, por ka nevojë për mbrojtje. Përshëndetje, sot jam shumë e lumtur sepse kam të ftuar një mendje brillante dhe është Megi Pengili. Është një femër e cila gjithë jetën e vet ja ka kushtuar dijes, njohurisë dhe së vërtetës. Ka studiuar 2 bachelor, 2 mastera dhe së fundmi doktoratur në një nga universitetet më të mira të UK. Atëherë do më thoni përse është Megi këtu? Megi ka një specifik të veçantë, inteligjenca artificiale dhe mbrojtja kibernetike. Janë 2 fusha shumë të reja. Jemi të paditur akoma. Prandaj unë do doja gjithë potencialin e Megit të na e sillte sot shumë thjesht, shumë këndshëm që dhe ne të kishim mundësi të merrnim atë gjën e vyer dhe atë dijen e bukur që të mos ngelet vetëm te Megi, po të çohet te të gjithë ne. Atëherë, Meg, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, Meg. Mirë se të gjeta, Flor. Kënaqësi që jemi këtu bashkë. Por ndërkohë që po flisja, përsëri unë po mendoja, dhe pyetja ime është çfarë po ndodh sot me botën, që ne të tjerët nuk e kuptojmë. Ta filloj mirë, duke përshëndet zonjën e shtëpisë. Kështu që unë të falenderoj shumë për ftesën, të falenderoj shumë për mendimin dhe për mundësinë që më dhet përfshihem duke ndarë atë që unë mendoj, atë që unë vështroj, për cilën meditoj dhe për cilën po i kushtoj edhe investimin tim intelektual në podcastin tënd. Është kënaqësi shumë e madhe. Bota po lëviz sipas mendimit tim me një ritëm të papërcaktuar. Unë shpesh herë ndalem rrugës kur kam kafe në dorë ose kur dua të shkoj në një librari ose kur jam për një takim diku, ndalem edhe vështroj njerëzit kur ecin. Dhe më pëlqen t'i vështroj njerëzit kur ecin sepse njeriu kur ec lidhet me të ardhmen, lidhet me të shkuarën, reflekton edhe mendime që ka për të tashmen. Sigurisht bota që ne po jetojmë sot është botë e frikshme. Është botë me shumë të njohura, të pa njohura njëkohësisht, me fjalë thjeshta. Po shkojmë drejt inovacionit, po shkojmë drejt teknologjisë. Specialiteti im, siç e the edhe ti, është në fushën e mbrojtjes. Në qeverisjen e teknologjive dhe inovacionit në fushën e mbrojtjes, me një drejtim inteligjencën artificiale dhe kibernetike. Dhe kjo e fundit po merr dhe po zë hapësiren e të qenit jo vetëm njeri, po të qenit person. Ç'a është personi? Është një pyetje që unë shpeshherë ja drejtoj vetes. Ç'a do të thotë ti je person? Një person i mirë, një personalitet i fortë, ç'a do të thotë? Do të thotë shumë gjëra. Bota që ne po jetojmë sot ka dhe një karakteristikë shumë të frikshme, individualitetin. Ka mungesën e empatisë. Njerëzit nuk mendojnë për atë që po vjen, për brezin e arshëm, nuk mendojnë për të afërmin e vet. Në të njëjtën kohë, institucionet fetare të ndryshme, si të feve monoteiste, po dhe disiplinat për cilat kam lexuar, po kam pasur mundësi dhe të udhtoj, edhe të jem pjesëmarrëse në ceremoni të ndryshme, flitet njeriu, unë, egoja. Dhe egoja që karakterizon këtë botë dhe që karakterizon të ardhmen e kësaj bote, po shfrytëzon shumë keq objektivat e njerëzimit për të ardhmen. Një filozof i njohur një herë pa thënë që ne kemi marrë hua botën e nipërve tanë. Do të thotë që ne kemi përgjegjësi për brezin që po vjen. Kemi përgjegjësi që t'i drejtojmë nevojat e këtij brezi që po vjen dhe jo nëpërmjet luftrave, konflikteve. Nivelet e databaseve për luftra civile, Akledi është një database shumë i njohur, që ka edhe ekspertizë nga agjensitë OKB-s, reflekton që numri i luftrave civile në 2 vitet e fundit është rritur me 70% nga çfarë ishte në 2022. Dhe unë vërej që njeriu është bërë po ndryshon, po nuk din se për ku po ndryshon. Po ecën kuturu, po ecën me inovacion, po ndërton personalitete me lajke, ku po shkon. E dëgjova me shumë vëmendje dhe përmende fjalën frikë e frikshme
minimalisht 2 herë dhe të tretën nuk e përdemënde si fjalë, po e solle mënyrë që kështu po ndodh. Atëherë, ne si mundemi të mbrojmë veten dhe në këtë mënyrë ne të kemi mundësi të mbrojmë fëmijët, anipër të së ardhmes. Pra, a kemi ne një gjë në dorë për të bërë? Meg, nga bisedat që ne kemi bërë së bashku, ti më ke thënë që ke marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare, në Amerikë, në Angli, në Tel Aviv, në Gjermani e në vazhdimsi, por dikur më ke thënë që ke marrë pjesë në një konferencë me dyert të mbyllura. Atëherë, çfarë është aty brenda këtyre dyerve? Nuk du të hy tek pjesa e konspiracionit, po ky është një realitet. Pra ka ca njerëz që janë aty dhe ne të tjerët nuk e dim. Çfarë duhet të dim ne për që të kemi mundësi të mbrohemi për këtë vazhdimsi? Atëherë, pyetjen tënde nëse do më lejosh, unë do e ndaj në 2 nënpytje. Si të duash ti? Nënpytja dhe po e filloj nga e fundit, nga dyert e mbyllura. Duke qenë se unë studioj si shumë tjera, si shumë kolegë të mi studiojnë fushën e inovacionit, mbrojtjes dhe direkt lidhemi me ushtrinë. Ka disa konferenca akademike dhe disa evente, të cilat është normale, që zhvillohen me dyert të mbyllura, dhe kjo nuk ka të bëj fare me konspiracionin, ka të bëj me etikën e punës dhe ka të bëj me seriozitetin e argumentit që drejtohet, sepse për fatin e keq, kemi pasur raste nga më të ndryshmet që kur shtypi hyn në një event ose kur i bëhet i hapur i publikut, interpretohet në mënyra nga më të ndryshmet. Unë jam gjithmonë me idenë që duhet japësh informacionin e duhur audiencës që mund ta mbajë atë informacion dhe audiencës për cilën i duhet, sepse nëse do t'i hapej publikut çdo gjë që nuk ka të bëjë me informacionin që mund t'i duhet dhe mund t'i përcillet në mënyrat nga më të gabuarat, është shumë ka pasoja dhe implikime të cilat paseni nuk jemi të zot t'i mitigojmë, sepse është shumë vonë. Dua të falenderoj që qartësove diçka, sepse ne kur ndodhin këto situata, gjithmonë mendojnë që po bëhet diçka aty që ne nuk duhet ta marrim vesh. Ne nuk duhet ta dim. Ndërkohë ky është një informacion i cili duhet të përpunohet, duhet të filtrohet, para se të paraqitet publikut. Kurse nën pjesa tjetër, si duhet përgatisim brezat dhe si duhet përgatisim njëri tjetrin. Brezin e ardhshëm mund ta bëjmë gati me informacionin, Flor. Ne kemi për detyrë që institucionet ku përpunohet informacioni, ku zhvillohet, absolutisht të kenë një kurrikull të caktuar, një kurrikull të menduar mirë, një plan ku nxënësi nuk kënaqet fëmia 7-8 vjeç se merr iPadin në dorë. Kënaqet se shfleton librin, ndjen erën e letrës librit, mëson fjalën dhe mëson fjalorin, mëson të shprehet, dhe të mësosh të shprehesh dhe të mësosh të zotrosh informacionin. Dhe kjo do të thotë që të mbrosh të drejtën tënde kur të rritesh. Kjo do të thotë që të dish të bësh zgjedhjet e duhura kur të rritesh. Dhe kjo të dish që të formosh atë që ti do si objektiv për të ardhmen. Nëse do na dëgjonte një adoleshent, do e kalonte. Patjetër. Nuk do e dëgjonte më. Ti dhe unë jemi në një brez që vazhdojmë akoma e duan librin. Prodhojmë libra, e prekim, patjetër. Si do e kapje ti vëmendjen e këtyre të rinjve pa shpjegim. Pra, bota po ecën kaq shpejt, siç e folëm, por informacioni është too much, shumë. Si do i hithje ti këtë në ajër që ata të rishej vëmendja dhe ta ndiqnin dhe ta përthithnin? Absolutisht, Flor, duhet t'i ndihmojmë për studimin, triangulimin e informacionit, gërshëtimin e informacionit. Çfarë do të bëja unë pa shumë fjalë? Kur del një lajm, do e merrja si intelektual, do e ndaja me komunitetin, do e trianguloja, do me thënë do e kryqëzoja informacionin nga gjitha anët. Papa nga 20-24 janari ka qenë në forumin ekonomik të Davosit dhe lidhi krizën e të vërtetës së njerëzimit me inteligjencën artificiale, me informacionin që po gjenerohet dhe që s'po ka kontroll. E vetmja gjë që do i thoja brezave që vinë, lexoni, kontrolloni informacionin. Kontrolloni informacionin, sepse përfundimi do jetë që do kemi një klasë shoqërore të pa emancipuar, të pa studiuar dhe që s'do ta dim ku ta kolokojmë, ku ta vendosim. Unë një pyetje i bëj vetes, kur të mos ketë më punas për bujkun, se do ta marrë inteligjencë artificiale,
Ç'a do të bëj biri i Adamit edhe Evës? Bibla ka fjalë shumë të bukura vetëm për fjalën gjuhë. Dhe ti e njoh se e 7 gjuhëve të huaja. Atëherë, unë them, kam një komandë të mirë në 8. Tash ti po studioj japonishte. Sepse një njohse e mirë nuk jemi as në gjuhën tonë të lindjes. Unë jam lindur me gjuhën shqipe, por jam rritur me gjuhën serbe në shtëpi. Dhe italishten e kam filluar që 7 vjeç e gjysmë. Sigurisht njohuria ime është gjuhë native language, është gjuhë ose gjuhë nane. Por asnjë njeri nuk e njeh gjuhën e vet deri në fund. Çdo ditë dalin fjalë të reja, çdo ditë dalin nocione gramatikore të reja. Po kjo do me thonë mu për gjuhë do flisja shumë, se po do na merrte ne dimrit të dyja. Kështu që kur t'jetë një sesion tjetër, unë do vi me shumë kënaqësi të flas për gjuhët. Të mirëpresim sepse unë vura re në fushën edhe në profesionin tim, që kur fillove të flisje për gjuhët, filloj buzëqeshja, filloj një hapje fytyrës, edhe e gjithë gjuha e trupit tënd filloj dhe ndryshoj. Pra, ishim tek pjesa profesionale, ku Megi duhet të ishte serioze, duhet të ishte e qartë, e kontrolluar në një farë mënyrë për atë që do të thoshte, sepse është pjesa e etikës profesionale, dhe ndërkohë kur dolëm te dashuria jote, që janë gjuhët, atëherë ti shpërtheve. Dhe shpërtheve, unë do përdorja një metaforë shumë të bukur, si ajo gongja kur shpërthen trëndafili, ashtu duke ti në gjithë qenien tënde. Kush ka ndikuar, Meg? Nuk ju përgjigja pyetjes së dytën, se si duhet bëjmë gati brezit. Me fjalë shumë të thjeshta, dhe këtu po të kthehem te gjuhët dhe pastaj që ta lidh me gjuhët që mbërë me pyetjen. Në hebraisht, folja me fol, duke qenë shkodrane, unë e du shumë paskajoren. Me Kongresin e Gramatikës Shqiptare, Kongresin e Gjuhës Shqiptare në 1972 hiqet paskajorja. Por paskajoren gegnishtja ka njoftë gjithmonë, me fol, me ba, me shku, me dasht. Dhe paskajoren infinitivin e kanë në të gjitha gjuhët e botës mundësisht, ose të paktën në 3 grupet kryesore indo-evropiane. Folja me fol është ledaber. Dhe në gjuhën hebraike funksionojnë rajt, shëreshim. Çdo fjalë ka 3 bashkëtingëllore, nuk përdoren zanoret përdoren me pika, por përdoren në librat në shkrimet e shenjta, në librat e shenjt. Dhe të njëjtën raj, dbr, dalet betresh, ekziston edhe për fjalën gjësend, send, davar, pra ledaber davar, fjala formon. Fjala ishte e para. Fjala formon. Sepse fjala, pra, është komplet të njëjta folje, lidhet shumë bukur. Meg, Elon Musk ka thënë se në 2030 do kemi më shumë robot se njerëz. Dhe e foli dhe me një lloj qetësie dhe tha nuk do jenë shumë të shtrenjtë deri në $20,000. Atëherë kjo ishte për të vazhduar pjesën tënde se çfarë do ndodhi me Evën dhe Adamit. Unë do thosha që kanë gjë akoma më të bukur të qenia njerëzore. Do ngrihen shpirtërisht. Do kenë kohë për të marrë me vete. Do kenë kohë për të gjetur atë pjesë që ka humbur gjatë gjithë këtyre viteve dhe shekujve. Ne kështu menduam me pandemin. Do na bënte pandemia më të mirë, më të përgjegjshëm, dhe pasi që pandemia Covidit u harrua dhe tash është një kujtim i largët për njerëzit, dhe shqyr që është një kujtim i largët për shumë gjëra, sinqerisht unë nuk shoh ndonjë ndryshim pozitiv, shoh një demelizëm të jashtëzakonshëm. Shoh një prirje për anën negative se sa për anën pozitive të çdo lloj marrëdhënie. Po su bëmë keq, nuk bëhet më mirë. E ke shprehje në Bibël. Është e vërtetë. Po. Dhe unë kuptoj që ne kemi një presion të jashtëzakonshëm, po gjithmonë ky është këndvështrimi im. Dhe ky presion sapo vjen dhe po shtohet. Dhe ne të gjithë jemi të pa orientuar. Dhe unë do theksoja Hararin, është një nga historianët më të preferuar të mit në këtë moment. Por mua është një nga intelektualët më të preferuar, kështu që ndaj mendimin tënd. Dhe ai thotë që askush në ditët e sotme nuk mundet t'i mësoj fëmijëve dhe t'i thojë se çfarë do ndodhi pas 20 vjetësh. Ne dikur merrnim një informacion, merrim njohuri, merrnim vlera dhe ato ishin baza që ne të vazhdonim gjithë jetën tonë, siç e kemi marrë edhe ne të brezit tonë. Edhe brezit tonë. Po, është e vërtetë. Por sot
nuk mundet të dim që këto që ju japim fëmijëve tani do vazhdojnë edhe më vonë këto njohuri. Prandaj gjëja më e mirë që mund të bësh është që të japësh disa aftësi që nuk kanë humbur kurrë të qenia njerëzore. Pra, të dish të bësh gjëra të vogla, të dish të komunikosh, të dish të mbjellësh tokën, përsëri do ketë AI, do ketë robot. Por në përgjithësi ai flet për atë pjesë të mrekullueshme të qenies njerëzore, për pjesën e shpirtit. Dhe ne kemi këtë presion se nuk po komunikojmë me njëri tjetrin në nivel shpirtëror. Ne komunikojmë shumë mirë në nivel gjuhësor. Ne bëjmë podcaste, ne dalim bëjmë aktivitete, ne dalim në media, por kjo është vetëm sipërfaqësor. Ka diçka akoma më të thellë aty brenda. Dhe në këndvështrimin tim sërish unë po them që ne jemi agresiv sepse po na qan shpirti. Ne jemi agresiv, dakord, unë i ndaj të gjitha këto që thua ti. Ne jemi agresiv se po na qan shpirti, ne komunikojmë shumë mirë, bëjmë podcaste, bëjmë fushata nga më të ndryshmet, bëjmë like, vishemi bukur, kemi tendencat e modës, kemi vizion për ato që duam të jemi në të ardhmen, por ajo që më shqetëson mua, dhe këtu i bashkohem shqetësimit tënd, sepse ne kemi vizion për ato që duket, jo për ato që është. Dhe është vërtet. Për ato që është, domethënë për autentiken, ta bëjmë me fjalë më të thjeshta. Ne të gjithë shqetësohemi për aparencën në rrjetet sociale. Ua si ma tha, sa followers kam, ma bëri like, jo po më bëri zemër, jo po më bëri një gjë që tallet. Nuk e kuptojmë që ai tjetri, domethënë nuk e kuptojmë që ne po krijojmë një dipendencë intelektuale dhe afektive vetëm për të dukur, po autenticiteti im. Pse mos ta zhvillojmë vetveten me ato që ne duam të jemi në të vërtetë, sepse njerëzit po të komunikojnë me njëri tjetrin pa egoizëm, por me ato që duan të jenë në të vërtetë, me idera shumë të qarta, me fjalë shumë të qarta, fillojnë edhe shpirtrat dhe komunikojnë. Dhe për këtë njeriu duhet gjej rrugën e shpirtit, duhet gjej tempullin e vet. Që të kthehemi sërish te ty, Meg, kush ka ndikuar tek ty për këtë Megin që je sot? Unë për këtë Megin që jam sot jam mirënjohëse, mbi të gjitha jam mirënjohëse Zotit. Dhe rrugës që unë gjeta në moshën 40 vjeçare. Kjo është një kapitull tjetër i jetës time. Jam mirënjohëse familjes time, jam mirënjohëse një mamaje të mrekullueshme dhe një babaj shumë të mirë, dy intelektualëve shumë të mirë, i madh fatkeqësisht nuk jeton më, por mbi të gjitha. Çdo gjë që unë bëj, disiplinën, etjen për perfeksion, jo për perfeksion bukuria, perfeksion mbijetesë. Më pëlqen shpreha perfeksion për mbijetesë. Dhe disiplinën për liri. Janë dy gjëra që unë i kam të ushqyera nga familja ime, nga familja ku rrita, nga dy gjyshërit e mi, nga prindrit e mamas time. Asnjëri prej tyre nuk jeton më dhe më pëlqen të përdori shprehjen hebreike bekuar qoftë memoria e tyre. Edhe pse je katolike. Edhe pse jam katolike. Okay. Nuk do isha katolike po mos ishte Krishti çifut. Kjo është një gjë që ne duhet ta pranojmë. Dhe nga tezja ime, Valdeti. Sepse kjo familje më ka dhënë ato drejtimet e para, bazat e para, që unë të ndërtoj anën time profesionale. I jam mirënjohëse mbështetjes që kam pas nga ana profesionale bashkëshortit tim, Gjenaros. I jam mirënjohëse edhe Megit. Megi që nuk rresht kurrë, Megi që don të zbuloj gjithmonë disiplinat ndryshme, njohurisë, që nga shpirtërorët e intelektualet, Megi që don të takoj kulturat ndryshme, Megi që mendon se nuk din kurrë. Aq sa duhet për një fushë, dhe kjo Flor më ka dhënë diçka shumë të bukur që pa cilën unë nuk do ta gjesh as besimin tëm fetar, për uljen. Kur njeriu është për ulet, për ulje në sens shumë pozitiv, modesti, domethënë habitesh me modesti, me thjeshtësinë e njohurisë, e kupton që nuk ka bekim më të madh në botë se ti je student i përhershëm. Meg, nga bisedat që kemi bërë më parë, më ke treguar që gjyshi yt ishte ateist, ishte hebre ateist. Dhe po shumë e çuditshme, dhe ty të merr dhe të domethënë gjën më të shtrenjtë që kishte, e dorëzon për dijen te i ndjeri Gjon Shllaku. Po. I shprift katolik i burgosur nga diktatura dhe prift katolik jezuit, me të cilin a ishte bërë
vlla Gjaku? Si e shpjegon ti këtë? Gjyshi im vërtet hebre, ateist, unë kam marrë vërtetën për gjyshin tim në moshën në vitin 2016, në atë kohë punoja për pavionin e Izraelit si mediatore kulturore në Bienalen e Venecias, dhe ndërkohë kisha filluar 2 vite përpara dhe studioja hebraishten rregullisht në Universitetin e Tel Avivit. Çdo vit unë qëndroja 1 muaj, sepse doja t'i shërbeja punës time. Më vonë kthehem nga Izraeli duke hapur portofolin për të marrë diçka për t'ia dhënë një shokut tim izraelit, që fotografinë e gjyshërve të mi, sepse unë i mbaj gjithkund. Janë ajo guri im themeltar, 2 gjyshrit e mi, Lumi dhe Fadili. Dhe thot, çe i ke? Them janë gjyshrit e mi. Mos është thot Izraelit? Jo, i them unë e di se shqiptar, i them, nuk di tjetër, domethënë. Vetëm nga foto? Vetëm nga foto. Atëherë unë s'kisha rrugë tjetër vetëm gjyshen time, gjyshi im kishte vdekur në 94 dhe gjyshja ime më tregon që ato vinin nga Aleksandria e Egjiptit, mbiemri i familjes është Hazan, dhe unë kam ndërtuar copzat historisti dhe i kam dërguar deri në Muzeun e Diasporës në Tel Aviv për të marrë vesh më shumë për gjyshin tim. Di që është në proces vlerësimi çdo gjë, nuk di detajet tjera. Vdiq ateist po, sepse për figurën dhe për fshimin e tij, jo vetëm gjatë luftës së dytë botërore, po dhe pas. Gjyshi im ishte një nga ato ateistë që do e dëgjoje me shqef në çdo lloj audience. Ishte intelektual. Gjyshi im njifte shumë mirë, më vonë ka marrë vesh nga gjyshja, shkrimet e shenjta, absolutisht i kënduar në fenë islame, absolutisht i kënduar në fenë hebrejke, do me thënë, gjyshi im dinte. Si besohet edukimi im Gjon Shllakut? Me Gjon Shllakun, baba Gjon, dhe për mu i dritë kjoft, thënë shkodrenisht. Është një figurë që pa tjetër të unë, bashkë me kohën, edhe po të them pse, ka në një kohë shumë bukur. Në atë kohë studioja violin në shkollën e muzikës, dhe kisha mësuese të dytë në shtëpi tezën teme, nga durë të cilë skandal muzikant që sot janë Spala Orkestrën Fenice, në Santa Cecilia, në Orkestrën Mbretërore të Brukselit, kështu që tezja jame është një familje ku është kriju arti, është ka rrjedhur arti dhe ka rrjedh kanga. Edhe këtë do ta lidhi me mu. Më qonë të baba Gjon dhe më thonjë për gjuhën italiane. Me babën Gjon, kur del nga burgu, e dërgojnë punëtor në ndërmarrjen metalike, ishte atëherë në Shkodër, në repartin e zugthave, ku drejtori ishte gjyshim. Një prift jezuit. Ish prift, sepse u shkomuniku atë kohë me gjitha dhe ai ka 3 nipat mrekullueshëm sot. Megjithatë. Dhe kthehet edhe gjyshim duke njohur rëndësinë e tij dhe gjyshim duke pas një reputacion të jashtëzakonshëm në Shkodër, në të gjitha qarqet, intelektuale e politike, megjithëse ishte në parti, e merr në punë dhe i thot, ti punëtor nuk mundesh me kanë, sepse unë e njoh trurin tanë dhe dijen tane, dhe mu më vjen turp që ti jesh punëtor, po do të bahesh normist. Do me thënë në zyrë të llogaritar normist normat e punëtorëve. Rroga sigurisht ishte e punëtorit, por puna, komoditeti ishte çaj përkiste gjëja më e mirë që mund t'i ofrohej trurit një intelektuali. Dignitetit një intelektuali. Dhe aty është lidhur një mirësi jashtëzakonshme, saqë në ambasadën greke në vitin 2001, kur i jepet titulli dhe i jepet disku i argjend Babs Gjon, ndryshe që njihet helenisti shqiptare, megjithëse i bani me fol shqip Horacin, Virgilin, bani me fol shqip Chateaubriandin, bani me fol shqip Shakespearein, 18 gjuhë huaja. Ai merr në familjen e vet baba Gjon, merr vajzën e vet në Dhandrin dhe merr tezën teme. Kjo ishte familja e tij kur shkon me tërheq çmimin disku i argjend përkthyesi më i mirë evropian për veprat e Homerit në gjuhën amtare, nga greqishtja e vjetër. Mu më fillon italishtën 7 vjeç e gjys dhe mu më jep 2 themele të forta jezuite, sepse gjyshi im për shkollën, për dijen, për informacionin, bashkë me gjyshën teme, nuk ishin gjyshë që të blinin akullore, po ti të kërkoje librat e botës, do rrinin edhe pa hangër, do shisnin edhe pikën e fundit gjaku që ty të dhuroni dijen, gjyshat e mi. Dhe unë fal disiplinë që ishte te baba Gjon, po me cilës që nuk isha frikë se isha mësuar nga gjyshrit e mi, dhe fal metodës ti kalu të gjuhët e huaja, ku në të njëjtën kohë studioja muzikë, krijova tempullin tëm të Jeruzalemit. Qa është? Në librin e kronikave në Bibël, tempulli i Jeruzalemit për themelim i jepet Davidit. Themelet i vend Davidi dhe për ta ndërtuar ndërton i biri Solomoni. Davidi ndërtoi me këngë, me psalme, me gjuhë, me poezi.
me fjalë. Dhe unë nga baba Gjon kam pasur një kujtim shumë bukur. Mu gjithmonë thoshte, Meg, ti duhet me përkthy Xhan, ti duhet me pru shqip. Unë e realizova vetëm një herë këtë në 2007-ën. Nga shtëpia botuese ABC, që atë kohë kishin shpëtim Nazarko me mentor Nazarkon, më japin me përkthy Ivo Andrić dhe për ta pru në shqip. Dhe unë përkthej tregime nga Sarajeva në shqip. Dhe libri sot unë e kam zbulur rastësisht, është në bibliotekën e qytetit Stockholmit, por është edhe në fondin e UNESCO-s që në 2017. Që thotë se baba Gjon ka ditur të punoj dhe është se ajo që ti e hedh farën dhe kam përshtypjen që kanë ditur se cilën farë të hedhin në tokën e duhur, sepse jo çdo farë mbi në çdo tokë. Kjo është e vërtet, por me rritjen e asaj fare Fleur është marrë shumë gjyshja ime lume. Pas për lotjen tënde, në momentin që u përmend lumi, kush ishte lumi për ty? Lumi ishte gjithçka, edhe është gjithçka. Lumi është një dashuri perfekte. Lumi është një bujari perfekte. Lumi është një forcë, lumi është një shtyllë. Gjyshja eme ishte gjitha këto. Një gru largpamse, një gru me vizion, që përqafonte modernën, që lexonte. Një gjyshe 90 vjeçë, që unë kur i thoja kolegëve të mi në Angli, ka bajt në WhatsApp. Një gjyshe që sa të shifte online WhatsApp se nuk më përgjigjesh në telefon. Një gjyshe që merrte biletën e avionit. Një gjyshe që ishte vetë mohim. Një gjyshe nga e cila unë pata shumë disiplinë. Po një gjyshe e cila më dha edhe kur nuk ishte çati jepte ma. Një gjyshe që kam përshtypjen që po vazhdon të japi. Një gjyshe që sa herë që unë shkojnë me Gjugorja dhe ngjite ti ke parasysh jo ndalesën e parë që është e kryshi i Zojës, por është ndalesa e dytë ku është Zoja. Unë ulem dhe më duket sikur të ajo qafa bukur e mërmert, shofa qafën e bukur krenare gjyshës teme, shofa gjoksin që sa herë më mbështetesha edhe kisha nevojë, shofa të shoqen e ngushtë, shofa të njëri që nuk kishte orare. Dhe nëse dhe ajo gru më ka mësu me dasht pa kufizime dhe unë kështu kam arrit me dashtet edhe të më shoq. Dhe unë jam duke menduar që më shpjegove librin, shkencën, disiplinën që duhet ja u të çojnë fëmijëve. Ndërkohë, tani së fundmi, unë them se të gjitha këto duhet të vishen me një dashuri si e lumit. Dhe kjo është ajo që mendoj se ne na duhet sot. Na duhen akoma më shumë gjyshe që e falin këtë dashuri dhe që i mbështjellin fëmijët e tyre, gjyshe që mbështjellin nipër dhe mbesa dhe mbi të gjitha njerëz të cilët vlerën kryesore kanë dashurinë. Se nëse do kemi këtë dashuri, atëherë do kemi fuqinë për t'i kaluar dhe për t'i ngjitur të gjitha shkallët në jetë dhe për të përballur me gjitha sfidat. Por unë po të ndjek me shumë kujdes, përveç se po e shijoj gjithë të bisedë, më ke përmendur disa herë mistiken, më ke përmendur disa herë Biblën, më ke përmendur disa herë fjalë nga hebraishtja. Kush është mistika për ty, Meg? Për mua mistikja është mistikja e shpirtit tim ose besimi që unë gjeta. Dhe unë e kam gjetur në moshën 40 vjeçe. Ka një shprehje shumë të bukur në Dhjatën e Vjetër, nuk e kujtoj në cilin nga librat, me saktësi, po që thotë që pjekuria vjen me numrin e viteve. Në 2011, dikush më dhuron librin e Sandro Mayer për Padre Pion dhe kërkoja të gjeja një prehje shpirtërore, kërkoja të gjeja diçka ku të mbështetesha. Nuk kisha ku të mbështetesha. Kërkoje të gjeje diçka. Diçka. Diçka çfarë? Diçka më të fortë nga unë, diçka më bindse nga unë, diçka një prehje ku të preheshe gjitha mendimet e mia. Si e kuptoje këtë më? Unë e kuptova këtë shumë rastësisht. E kuptova sepse nga ky libër dhe nga eventet që ndodhen më pas, unë fillova dhe i kërkova tim shoqi, ai duke qenë italian, të shkojmë çdo vit edhe meqense se mua më kanë ndodhur disa të mira nga takimi me Padre Pion me një libër, unë absolutisht asnjë lloj studimi tjetër, unë kërkoj të shkoj në San Giovanni Rotondo, ku ai vdiq. Dhe nga aty, pastaj Fleur, nisa rrugtimin tim për të zbuluar më shumë dhe për të kërkuar të vërtetën.
Atëherë thash, unë do kërkoj krishtrimin, po emri im i pagëzimit do t'jetë Lea. Dhe Lea është një nga 4 nanat e Izraelit. Dhe unë Izraelin e du shumë. Edhe kur qanë, edhe kur qesh si tokë. Është një tokë e cila është në ADN-n teme. Është një tokë e cila unë du t'a vizitoj çdo vit, që të rritem shpirtni çdo vit. 2020 mu më gjen katolike, shumë e lumtëm. Unë edhe sot e kësaj dite vazhdoj e lexoja dhe lexoj gjithmonë çdo lloj literature që më vjen nga ana intelektuale, sidomos Hans Küngun, që shkruan shumë bukur për Islamin, krishtrimin edhe hebraizmin. Unë arri me shku me studimet e doktoraturës në Angli dhe në 2021 kur kthehem për terrenin, ishte në vitet e pandemisë, terrenin studimor në Izrael për 7 javë, unë kthehem ndryshe. Dhe sa herë që unë shkoj në Izrael, normalisht shëtis poshtë e lartë, i hyp autobusit, jam mësu me sistem, jam mësu me gjuhën, jam mësu me miqtë e mi të mrekullueshëm, që kanë gjithmonë dyrët e hapuna për mu. Sa herë bile unë s'kam nevojë trokas, se janë dyrët hap. Janë dyrët e shtëpisë tënde. Janë dyrët hap. U ktheva ndryshe. Nuk e ishte di kjo ndryshe? I përkita. Ma në fund i përkita asaj toke. E kisha një lidhje me ato, me tokën e Krishtit. Dhe peligrinazhi i dytë i rëndësishëm që unë kam ba, edhe që këtë e doja inkurajoja çdo lloj katoliku intelektual ose çdo lloj krishter intelektual, peligrinazhi Loyols me urdhrin e jezuitëve skocez. Unë e kam ba të vit që gjysha jam në rrojet, nisi ultimin e saj, unë kështu preferoj me thanë, nisi ultimin e saj, sepse është në një dimension tjetër. Dhe ti bëre dhuratën tënde të Dhe unë këtë udhëtimit. Nuk e bana unë faktikisht, merita nuk ishte jame, isha shumë e turbullume për saj, isha mbyll në një punoja shumë, prodhoja shumë, po unë nuk funksionoja ma si njëri shumë, prezente. Dhe im shoq, unë këtë ja di meritën e jashtëzakonshme Gjenarës, më thotë ti duhet nisesh dhe duhet nisesh vetëm, pa mua, ti vetëm. Dhe të gjitha udhëtimet shpirtërore duhen bërë vetë. Duhen ba vetë, për vetëm me gjugorë. Vetëm, është e vërtet. Por për vetëm me gjugorjes që ne shkojmë të dy, në Izrael shkojmë bashkë të dy shpeshherë, por që Loyolen unë e kam dhurat nga im shoq dhe mu Loyola më ndroi absolutisht, sidomos manastiri Benediktinëve të Montserratit. Jam duke e menduar në udhëtimin e ardhshëm, por është një nga mrekullit, sidomos kur ti hyn dhe bën ushtrimet shpirtërore të Shëninjat. Dhe unë i kam ba 2 herë. Herën e parë i kam ba janë ushtrime shumë të forta. Unë mendoj se sidomos ju psikologët jeni shumë të njoftur me procedurat e tyne, edhe nga ana profesionale, sepse për një katolik ose edhe protestante, ose një të krishterë që t'je më saktë, që t'hy në ushtrimet shpirtërore, nuk hyn dot, po s'mori një dëshmi, një certifikat nga psikologu që e ndjek, ose nga psikologu që duhet të ndjek për një farë periudhë para se ty, sepse janë ushtrime shumë të forta për ndërgjegjen, për rritjen, për vetmohim, do të thënë ka një disiplinë të jashtëzakonshme, po ka një çlirim, një përfitim të jashtëzakonshëm. Dhe unë fal atyre ushtrimeve kam dalë me 2 konkluzione shumë të mëdha. Sa herë që unë kam një vështirësi edhe një negative nuk e fshej, kam edhe unë si njëri nga njerëzve tjera. Guri nuk e helli kurrë para. Këtë e them me pikën e modestisë. Një gjë që them Fleur është që Zot ma transformo urrëtien në mëshirë dhe zemrimin larg pamësi. Lartësim i një qenie njerëzore në gjithë dimensionet e saj. Dhe unë të falenderoj shumë me që ti e cek edhe the duhet një referencë e psikologut që të ndjek. Atëherë, me qenë se kam këtë hapësirë, do mundim t'ju bëj thirrje të gjithë njerëzve të cilët hynë në pjesën mistike, pa drejtim, pa një udhëheqës shpirtëror, pa ditur se ku po hynë dhe pa patur frikë se çfarë do përzjejnë në atë përbërje që po hynë. Duhet shumë kujdes. Shpirtërorja shumë e bukur, mistika është shumë tërheqëse, por ka nevojë për mbrojtje. Jo vetëm Fleur, për mbrojtje që unë jam dakord, po unë do shtoj edhe një gjë tjetër. Mesazhi im do ishte edhe për komunitetet e krishtera.
sidomos kur besimtarët kalojnë nga një vendodhje në një vendodhje tjetër. Duhet mikpritje, nuk funksionon në më të shumtën e rasteve. Duhet leximet përbashkëta, duhen grupe pune, sepse kemi ndorë të përgatisim katekizmin, kemi ndorë të përgatisim besimtarët e arshëm, kemi nevojë përgatisim intelektualët e arshëm. Nuk po të them besimtarët, po intelektualin e arshëm, që ka një identitet fetar dhe respekton, por nga ana tjetër është edhe i lexuar, është edhe i mbrojtur, është edhe i udhëhequr se ku duhet shkoj. Unë them që në fatin tim të mirë, Bibla Dhjata e Re ka 2 shprehje shumë të bukura, që thotë ku të kërkosh thot, kërko se t'jepet dhe trokit se t'hapet. Në fakt edhe fjala formon. Të gjitha kanë lidhje. Dhe në momentin që dia e poshtme, Kabalaja ka një gjë shumë të bukur. Unë kam miq që kur vini në Rom, punon në departamentin e studimeve kabalistike në Universitetin Hebreik të Jeruzalemit, kujdes është disiplinë. Nuk është një çamarrllek që unë shoh edhe në Shqipëri, shoh edhe jashtë Shqipërisë, që japin kurse me 3-4 ditë dhe dalin njerëz me diploma kabalist. Kabalist është fjalë e madhe. Kabalist është një njeri i studiuar. Kjo është bërë trend, domethënë ti mund të dalësh një coach, mund të dalësh një psikolog, një terapist, edhe me 3 ditë. Me 3 ditë del dhe hipnoterapist, kështu që nuk habiten për këtë pjesë. Asu nuk habiten, po janë disiplina shumë të forta që unë jam dakord me atë që thua ti, që duhet një lloj mbrojtjet, duhet një lloj mbështetjet, duhet një lloj angazhimit dhe absolutisht institucionet ekleziastike, institucionet e kishës. Edhe unë këtu prapë citoj librin e Ekleziastes ose Kohelet. Ka një kohë për të hesht dhe një kohë për të vepru. Ka një kohë për të menu dhe një kohë për mos të menu. Kotësi e kotësive, çdo gjë është kotësi. Është filozofi shumë vetë edhe kjo. Domethënë, komunitetet, institucionet, rrjetet e intelektualëve duhet përfshihen gjithnjë e më shumë për të përgatitur këto njerëz që duhen të kenë një drejtim, duhet t'i futen domethënë duhet njekën, duhet njihen me mistikën, po duhet të jenë të mbrojtur. Kjo ne na mungon. Kemi ardhur drejt fundit, se mund të rinim shumë gjatë. Shumë gjatë. Po. Tani ne kemi menduar diçka shumë interesante, kështu na duket ne të paktën. Këtu kemi letrat, edhe pyetjet tona magjike. Të s'duhet zgjedhë? Po. Sa duhet zgjedh? Minimumi 1, maksimumi 3. Okej, po zgjedhë 3 që ta bëj qartë që tash. Okej, nëse do futesh në një dhomë ku ndodhen të gjithë njerëzit që ke takuar në jetë, për kë do kërkoja? Do kërkoja për gjyshen time, edhe do kërkoja për zonjën. Pyetja është për njerëzit që ke takuar në jetë. Zonjën e takon sa herë që lutesh dhe sa herë që ti ke nevojë për dashurinë e një nane. Faleminderit. Cila është një përvojë e fortë që të ka ndihmuar të shohësh më qartë dhuratat e tua në jetë? 7 dhjetor 2024. Që nga dhe me datë. Po. Shkoj në Medjugorje, lutem si zakonisht, dhe isha në një vorbull nga e cila një mikesha ime më tha mirë që dole, tha se kisha rrezik nuk do dilje më. Dhe i lutem zonjës, të lutem më ban të qartë vendime që duhet marr. Flor mazite në një takim pune, unë pa shumë mirë të gjitha skenat dhe mrapa skenat, bana bilancin dhe sot jam e lumtur për vendime që kam marrë. Nëse do ishte e mundur, t'i drejtoje Zotit vetëm një pyetje, cila është ajo? Pse nuk i përgjigjesh atë pyetjes që ka gjithë krishterimi? Atë pse mbrektise? Kjo është pyetja që Krishti bani në kryq dhe asnjë njeri nuk ju përgjigj. Edhe unë pyes Zotin, pse nuk ju përgjigje? Dhe kjo do vazhdoj të ngelet pa përgjigje, sepse ndryshe nuk do ishte pjesa e mistikës. Të falenderoj shumë dhe të mirëpres sërish. Unë të falenderoj shumë, po falenderoj si falenderoj nga anë të gjyshit tem, t'jam mirënjohëse, sepse më dhe mundësinë shprehem për vetvete, unë nuk paraflas për vetvete. Të falenderoj që më dhe mundësinë me falenderu njerëzit që më kanë ndihmu, me përmend emra dhe me kërku falje të gjitha atyre që nuk i kam përmend, por që janë mendimet e mia. Profesioni im është çdo kush të kthehet tek vetja. Dhe përpara se ta mbyll, do të thosha respekt për ty, për dihen tënde dhe për gjithë njerëzit që kanë ndikuar në këtë rrugtim që ke ecur dhe je kjo me sot. Udhtim të këndshëm. Faleminderit.
me qërë.